Miqtë e mi, u përshëndes dhe juftoj sot në një episod të ri të programit Po Zot, një program që dëshiron t'ju ndihmoj që ta njihni Perëndin dhe të ecni çdo ditë në vullnetin e Tij. Sot ju ftoj në një rrëfim të ëmbël besimi dhe besnikërie ndaj Perëndisë që di të gjitha, atij Perëndie që vë çdo gjë në vend dhe largon çdo rrëmuj. Si studente, plot me ëndra për të ardhmen në një kohë shumë të zymt, kaotike dhe të pashpresë për Shqipërinë, ajo po kërkonte një rrugë të drejtë dhe e gjeti kur e ftoi Jezus Krishtin të bëjë qendra e qenies së saj. Ai e largoi rrëmujën menjëherë dhe që nga ai moment u bë udhëheqësi i saj, zëri që kërkon me ngulm çdo mëngjes, ndërsa ecën në park me një zemër që është gati të bindet pa kushte. Ju ftoj sot të ndjekim një rrugtim besimi të një gruaje, bashorte dhe nëne, që na nxit të ecim çdo ditë në shenjtëri me atë që na gjeti i pari dhe që është gati të na drejtojë në çdo hap. Unë jam Miranda, jam e martuar me Tomora Jeti, të dy bashkë drejtojmë kishën fitoria këtu në Tiranë prej 20 vjetësh. Kemi një djalë të vogël, ai ka emrin Mateo, edhe ka sjell shumë gëzim në jetën tonë. Kur kam qenë studente, edhe jeta ime duke i pak rrëmuj, mendoj që shumica e njerëzve ashtu e kishin jetën atë kohë, edhe duke lexuar një broshurë, aty e vërtet e ndjeva që broshura ishte për 4 ligjet shpirtërore. Edhe duke e lexuar, vërtet Perëndia më foli dhe thash, wow, pas ka dy gjëra, dy kuptime, dhe njëra ishte gjithçka ishte, jeta ishte në rregull, ndërsa tjetra ishte jeta ishte rrëmuj. Edhe unë thash, unë e dua jetën në rregull. Ku është problemi? Edhe aty ku jeta ishte rrëmuj ishte vetja jote, ishte qendra. Edhe kurse aty ku ishte në rregull, Jezusi ishte në qendër. Edhe me njëra aty kam kuptuar që unë duhet ta thras Jezusin në zemrën time. Edhe pastaj jam lutur, edhe në atë moment ishte sikur Perëndia të më thoshte mua, ti tani e bia ime. Gjithçka tjetër do të jetë në rregull. Edhe kam përjetuar po ashtu shumë dritë atë ditë që unë e kam ftuar Jezusin në zemër. Kjo ka qenë e para, por besoj që jo e vetmja, patjetër që në ecjen tonë si të krishterë me Jezusin, gjithmonë ti do kesh mundësi ta dëgjosh atë her pas here, duke folur me atë zërin e qetë në zemër, por që ka pasur edhe raste të tjera kur për shembull shoqëria. Kjo ka qenë një gjë tjetër, domethënë që Zoti më ka kërkuar që unë të heq dorë. Unë kisha një shoqëri si studente dhe jam shoqëror në përgjithësi dhe më pëlqen të jem me miqe rrethuar, jo vetëm. Edhe në atë kohë miqësia ime ishte e gjithë e botës, pavarësisht se unë i kisha vendosur disa kufi, sepse unë jam e krishteri, thosha unë, edhe nuk do flisni në këtë mënyrë ose nuk do bëni këtë gjë, prapse prapje kalonte pak ku fryma ime trishtohej brenda meje. Edhe Zoti më tha mua, më foli një ditë ndërsa po lexoja, duhet të heqësh dorë nga kjo miqësi, sepse sado që ti dëshiron ti ndikosh ata nuk mundesh dot sepse janë shumë. Edhe sinqerisht më nxirrte nga situata ndonjëherë. Duke lexuar fjalën, Zoti më tha mua, shoqëritë e këqija prishin zakonet e mira, edhe unë thash, ok Zot, do ta bëj këtë gjë, por nëse ti nuk më jep një shoqëri tjetër, unë vërtet nuk mundem ta bëj dot. Edhe atë ditë erdhi shoqëria ime të më ftonte për të dalë, edhe unë thash, jo, nuk mund të vi. E kisha bërë këtë dhe disa herë të tjera, në përpjekje për edhe të tentuar që Zoti më ka folur për këtë gjë apo jo. Edhe ata u mërzitën gjithsesi, por atë ditë po ashtu unë kisha shkuar në kishë tashmë, por nuk kisha krijuar një miqësi. Në momentin që krijova miqësinë në kishë, ata atë ditë erdhën dhe më ftuan që të shkonim tek parku edhe të luanim disa lojra së bashku. Edhe ishte tamam sikur Zoti më thoshte më shikon. Unë ndjeva shumë mirë aty edhe nuk u shkëputa më prej saj. Kishte shumë ndikim kjo gjë për mua. Edhe Perëndia më drejtoi se si ta bëj. Ka pasur momente në shërbes kur jemi ndjerë shumë të dekurajuar, të pamotivuar, shumë gjëra që kanë ngelur ende të papërgjigjura,
edhe duke sikur nuk je në vendin e duhur. Edhe pikërisht atëherë është ajo, vjen momenti kur ti thua, ok, dorëzohem. Nuk duke sikur po eci me këtë jetë që kam, nuk duke se ku po arrit diçka. Kështu që dorëzohem edhe ndoshta heq dorë edhe nga shërbesa, heq dorë edhe nga disa gjëra të tjera që mund t'i kisha marrë për sipër, domethënë. Edhe aty e vërtet Perëndia më ka dhënë shumë hir, e kam ndjerë mëshirën e Zotit të vi, kam kuptuar po ashtu që ne mund të heqim dorë, por ajo që mund të merja nuk do të ishte më e bukur se sa ajo që kisha. Pavarësisht se sa e dekurajuar ndjesha për të hequr dorë. Duke krahasuar me atë që do të mund të merja, e kuptova që me Perëndin ishte shumë më mirë. Edhe kjo ishte një gjë tjetër kur Zoti më foli dhe tha, me mua mund t'ja dalim. Kështu që kjo ka qenë në shërbes. Jo, unë Perëndin e Zoti më flet çdo ditë. Në shumë gjëra të vogla. Unë dal një ecje nga liçeni, edhe e shikoj, e kam praktik të jetës ime ditore, dalë mëngjes, bëj një ecje dhe lutem, edhe pikërisht në ato lulet e vogla, unë ndjej Zotin të më flas për bukurinë dhe madhështinë që ai ka krijuar gjitha këto gjëra duke më pasur mua në mendje. Edhe patjetër jam shumë e inkurajuar edhe patjetër ndjej shumë gëzim. Edhe në fakt gëzimi i Zotit ka disa mënyra se si ai vjen në jetën tonë. Një nga gjërat si Zoti më flet mua që të kemi jetë me gëzim është prania e tij patjetër, dhe kjo është për të gjithë një lloj, nuk është vetëm për mua, por unë e gjej kur unë i them Zot, faleminderit që je me mua sot. Edhe kjo më jep gëzim, se e di që nuk jam vetëm. Pastaj shikoj rreth e qark i them, wow, gjitha këto Zoti i ka bërë për mua. Kjo më jep gëzim akoma më shumë. Unë vlej, domethënë. Kështu që po, Perëndia më flet gjatë gjithë kohës në gjërat më të vogla madje, ose kur jam thjesht duke gatuar në kuzhinë, përsëri Perëndia më flet. Kështu që Perëndia nuk është i limituar, ne nuk duhet ta limitojmë atë po ashtu, mos a fusim në një boks e të presim që ai të flasi vetëm kur kemi në një hall të madh. Në fakt unë besoj që gjërat e vogla na përgatitin për hallat e mëdha. Edhe pastaj ti je më i përgatitur se si të përballesh me një problem më të madhor, sepse ti ke dëgjuar dhe ke parë Perëndin të merret për gjërat e vogla të tuat. Atëherë kjo rrit edhe besimin, mirëbesimin tek Zoti që ai nuk kujdeset vetëm për gjërat e vogla, patjetër që do kujdeset për gjërat e mëdha. Po ai këto nuk i quan të parëndësishme. Ai thotë jam pjesë e jetës sate, unë do të ndihmoj. Kështu që një herë është e bukur kjo dhe është për të qeshur. Unazat i kisha hequr nga dora, se e ke parasysh ndonjëherë kur ecën edhe fryhen duart, edhe i kisha vendosur, por nuk e mbaja mend. Nga shpejtësia do bësh shumë gjëra edhe i heq edhe i vendos diku. Aty ishte qesharake kur i gjeta, por është një kuti boksi letrash, edhe keni parasysh që e mbajmë afër kur qajmë ndonjëherë, e kemi afër. Edhe i kisha vendosur aty, po pa e ditur fare, ato kishin rënë brenda letrave. Edhe i lutem Zotit, o Zot, të lutem, ku i kam lënë unazat, më vinte shumë keq, se kisha dhe unazën e martesës edhe këtë tjetrën, po këtë e kam unazën e frymës shenjtë, kështu e quaj unë. Është një tjetër mënyrë si Zoti më ka folur, kështu që e mbaj si një kujtesë me vete. Edhe isha duke u lutur dhe kaloi pothuajse një muaj. Erdhi në një moment kur pata atë momentin kur gjithë ne mërzitemi, kërkojmë gjithandej, shqetësohemi se i gjeme, apo pastaj e lash. Thash, okay Zot, jam e sigurt që nuk i kam humbur, po diku janë, por nuk do shqetësohem më. Edhe një ditë thjesht duke dhe marrë letrën, mbaroi letra e kutia e letrave. Edhe dëgjuam zhurmën. Që ka kunazet e mia. Ishte shumë e bukur. Kështu që aty e ndjeva, por më para mendoj që e ndjeva Zotin të më thoshte, më jep tek të paqen që nuk i ke humbur, janë këtu. Mos u shqetëso. Ndonjëherë kur ka mosmarrveshje, dhe ndodhin shpesh që ka mosmarrveshje, ne jemi dy persona të ndryshëm, ka mosmarrveshje, por ishim duke biseduar, edhe nga ajo mosmarrveshja që kishim, unë nuk ndjehesha shumë e rehat, do më thënë që të vazhdoja të flisja. Edhe pikërisht atëherë Perëndia më thot mua që me urt, të mori është shumë i urt në përgjithësi, nuk reagon me njëherë, do ta mendoj diçka dhe pastaj ai flet. Edhe në këtë momentin që ai ishte duke menduar, nuk ishte folur ende, mua Perëndia më flet prapë.
edhe më thot mua, mos nxito të arrish të shkosh në konkluzione pa pritur njëherë një përgjigje. Edhe aty unë kuptova që thjesht në atë paqen që kishte bashkëshorti në atë moment, ishte shumë e nevojshme që edhe një mosmarrëveshje të shkonte në një konflikt, që mund t'i ndërlikonte gjërat për ne si bashkëshort. Kështu që aty thjesht edhe e kuptova Perëndin, domethënë që ne në personalitete jemi shumë të ndryshëm, por ne duhet gjithmonë t'i japim kohë. Unë mund t'jem pak më nxituar në mënyrën se si i bëj gjërat, ose më tepër jam në personalitet jam bërse. Nuk pres shumë, domethënë, derisa ta mendosh, pastaj të marrim një vendim, unë shkoj dhe e bëj. Kështu që deri diku kjo më ka ndihmuar duke dëgjuar Zotin të më thotë kujdes me këtë pikë. Kjo ka qenë një nga gjërat. Në shërbes, si e kam dëgjuar Perëndin, duke ditur që Zoti na ka thënë që në fjalën e tij në tek Zanafilla që gruaja është dhënë burrit për ndihmë, unë përpiqem që në çdo situatë, qoftë në shërbes, qoftë edhe në familje, të kuptoj rolin tim si grua, si bashkëshorte, por edhe në shërbes. Edhe i them Zotit, Zot, si mund ta ndihmoj bashkëshortin, sidomos kur ne shikoj që ai është shumë i ngarkuar me gjëra të ndryshme që duhet bërë, edhe për familjen, edhe për shërbesën, edhe i kërkoj Zotit, i bëj këtë pyetje Zotit, Zot, si mund ta ndihmoj? Patjetër që me lutjet tona gjithmonë ndihmojmë bashkëshortin, por ka edhe mënyra të tjera, domethënë që janë edhe mund duken shumë praktike, shumë të vogla, por që janë një ndihmë shumë e madhe. Qoftë duke ndarë barrat, por qoftë edhe duke hyrë edhe duke thënë, unë mund ta bëj këtë gjë. Nëse s'ke nevojë ta mbash edhe ti këtë gjë, këtë mund ta bëj unë, ti mund të merresh me këtë gjë tjetër. Edhe në këtë mënyrë ndihmojmë njëri tjetrin, domethënë, edhe dëgjojmë Perëndin, po ashtu na drejtoj çdo ditë. Si nan, ne dëgjojmë shumë kur bëhemi nëna, dëgjojmë shumë gra që thonë, o po, bëra një gabim, më bëri të ndjehem shumë keq, edhe pastaj e korrigjova djalin, apo vajzën, nuk dohet ta bëja këtë gjë, po pastaj kam qarë gjithë kohën, sepse një farë mënyre domethënë nuk doja ta bëja, po e bëra. Doli ajo personaliteti në pa. Edhe një ditë i kam thënë Perëndis, vërtet unë e kalova atë cakun, por më ndihmo ti që ta njoh fëmijën tim, në çfarë mënyre ai më së miri dëgjon dhe mëson. Edhe shkolla që unë kam bërë për këshillim pastoral, edhe ajo më ka ndihmuar shumë të di se si të këshilloj gjithashtu në familje, qoftë edhe në martesë, sepse kemi bërë martesa dhe familja dhe shumë gjërat e tjera. Po një që më ka mbetur shumë në mendje. Fëmia nuk mëson duke i folur ti gjatë gjithë kohës se çfarë duhet të bëj dhe që ai të bindet ty. Fëmia gjatë gjithë kohës mëson, paktën deri në moshën 6 vjeçare, duke parë çfarë bën ti. Edhe her pas here e kam parë Zotin të më thotë ma, e kishe ti fajin. E bëre ti këtë gjë, pas situatat u ndërlikuan, edhe pastaj në fund ti ndjehesh përsëri keq vetë, por e ke ti fajin, sepse ne së pari japim një shembull fëmijës, dhe pastaj mund t'i japim fjalët që ai duhet t'i bëj ashtu si po i themi. Por ai nëse lexon Madhi Mateu tani është rritur, edhe në momentin që ai kupton këtë gjë, më thotë mami, po ti pse hëngër çokoladën? Pse mua nuk më lejon të ha çokoladë gjatë javës? Kështu aty më thotë, po, ke të drejtë, babi t'ia thotë të zakonisht se babi pëlqen çokoladat. Por që me njëherë ai shikon edhe në këtë mënyrë ne jemi duke mësuar atë. Kështu që her pas here them, po, ki kujdes çfarë do thuash tani, do ta mbash atë gjë dhe ki kujdes çfarë bën po ashtu, sepse ai është duke të lexuar gjatë gjithë kohës. Edhe kjo më ka mësuar që të jemi kujdesshme, sepse unë dua që patjetër gjithsecili çdo nën do që t'i ofroj shoqërisë, komunitetit ku ne jemi një person me vlera. Edhe ky fëmijë i vogël i merr vlerat brenda familjes. Edhe duke i marr vlerat brenda familjes, ai do t'i fillojë dhe do t'i shfaqë ato jashtë. Edhe kur është i vogël, akoma më tepër ai shikon këtë. Dua t'i ofroj me vlerat më të bukura të Krishtera, komunitetit ku ne jetojmë me anë të fëmijës tim. Kështu që përpiqem që ato të jetoj vetë së pari
dhe pastaj t'ja mësoj ato fëmijës në përgatitje për të rritur. Gjëja e parë që më vjen në mendje është njihe fëmijën tënd. Në çfarë mënyre ai është, sepse edhe fëmijët, ashtu sikurse edhe ne, ato janë një miks personalitetesh. Ato marrin nga mami dhe nga babi, të dy kanë një miks brenda vetes së tyre dhe kanë një mënyrë se si ata marrin dhe mësojnë. Kanë një mënyrë se ata dëgjojnë dhe binden po ashtu. Duke e njohur fëmijën, duke kaluar kohë me të, kjo është gjëja e parë. Që ti të mos kesh të kalor situata të përsëritura ku ti gabon, qan, thua si du ta kisha bërë këtë gjë kështu. Gjëja e parë është të kalosh kohë me fëmijën, ta njohësh atë. E di që sot është shumë keq situata sepse fëmijët mbeten duke qëndruar përpara celularit. Djali im nuk e shikon celularin tim asnjëherë. Unë nuk e kam lejuar që në fillim që ai ta shikoj celularin, sepse unë nuk dua që celulari ai të jetë i varur nga patjetër që ai i pëlqen shumë videot. Ai shikon shumë Superlibrin, por unë përpiqem që çdo javë, paktën tani që ai është në parashkollor, unë përpiqem çdo javë ai të shikoj shtunde të diel Superlibrin në televizor, jo në telefon. Ne nuk duam as unë dhe as bashorti, ne nuk duam që ai të jetë i varur. E dim që gjithçka me ekran ka atë lidhjen e vet që krijon varësi po ashtu. Kështu që përpiqemi që atë kohë ne ta plotësojmë me lojën, duke qenë ai është shumë i gjallë. Edhe ai patjetër që e do shumë lojën, është shumë aktiv. Edhe her pas here edhe më thot, mami s'më ka mbaruar bateritë, le të luajmë. Kështu që patjetër edhe duhet mendosh për lojra të ndryshme, por duke i dhënë kohë, po, unë do t'i inkurajoja çdo nën, jepi kohë, luaj me të, ai do të bindet më shumë. Do të bindet më shumë kur ti luan me të, sepse në atë moment që ti ke dhënë atij hapësirën që ai ndjehet i plotësuar si fëmijë, ai patjetër kur ti do t'i flasësh do të thotë, po mami ma plotsoi, edhe unë të ja plotsoj mamit gjithashtu dëshirën. Edhe kështu, një farë mënyre djali im është edhe negociator, ka filluar të zbuloj dhuntit që ka, edhe her pas here ai negocion për çdo gjë. Thotë, nëse e bëj unë këtë gjë, mund ta marr pastaj këtë gjë tjetër? Tash po unë të thash jo për këtë. Po mirë, ne mund ta bëjmë në mënyrën tjetër. Unë e kuptoj thash që ti do patjetër mos dorëzohesh nga dëshira jote, por jo. Kështu që një farë mënyre e kam kuptuar kush ai është, edhe në këtë mënyrë edhe mësoj që kur është i fiksuar pas një gjëje, përpiqem ti parashtroj diçka tjetër që e di që e pëlqen. Edhe në këtë mënyrë e kaloj te dikush tjetër, sepse është këmbgulës. Kështu që këtë do t'i thoja, thjesht një fëmijën, kalo kohë me të, do të bindet më lehtë, edhe gjithashtu edhe nëse e shikon që ke kaluar masën, do të kaloj. Thjesht më i vëmendshëm herën tjetër. Ndonjëherë ne bëhemi shumë, si të thuash, e dënojmë shumë veten për një gabim që mund të kemi bërë, qoftë edhe marrëdhënie me fëmijët. Edhe mund të rrim shumë tek ajo gjë dhe pastaj kjo na dekurajon shumë. Edhe madje mund të bëj pak zemërak kundrejt fëmijëve, por ashtu si Zoti thotë, ata janë dhuratë dhe janë dhuratë. Vetëm problemi është që ne jemi të papërgatitur për ardhin e tyre. Ashtu sikurse çdo profesion ka nevojë për një trajnim. Edhe të qenit nën, të qenit baba ka nevojë për trajnim. Ne asnjëherë nuk e marrim. Ne thjesht lutemi që Zoti të na japi një fëmijë, ai na e jep dhe pastaj, por ne duhet dim që bashkë me gëzimin është dhe përgjegjësia që shkojnë njëra pas tjetrës bashk. Edhe pikërisht, domethënë, duke u përgatitur, mos të qëndrojmë tek ajo gjë, por të themi, ok, herën tjetër do përpiqem ta bëj më mirë. Unë besoj që mënyra se si Zoti flet dhe drejton, ai gjithmonë na flet në zemër. Kur ne merremi me veten tonë, kur ne merremi me zemrën tonë, Zoti dëshiron që ne të kemi një zemër të atill kur ne e dëgjojmë atë. Sepse nëse ne kemi një zemër që nuk i bindet Perëndis, e kemi një kokëforcin po ashtu, ne mund ta dëgjojmë Zotin të na flas, por ne prapse zgjedhim ta bëjmë në mënyrën tonë. Kjo do të thotë që nuk kemi një zemër të nënshtruar. Edhe që Zoti të na flas, ai dëshiron që ne të jemi të përullur, edhe të nënshtruar. Edhe kur ne e bëjmë këtë gjë, themi, ok, unë nuk i di të gjitha Zot, por unë dua të dëgjoj ty. Pra besoj që për çdo grua dhe nën do të ishte mirë një marrëdhënie sa më afërt me Perëndin,
po së pari të merret me zemrën e vet, sepse aty Perëndia ndërton shtëpinë e tij, ose të them fronin e tij. Edhe për të qenë ai aty, ai dëshiron që të ketë të gjithë ambientin tënd. Jo thjesht një dëshirë që ti kërkon, u plotësua. Zoti nuk është aprakadapra. Ti kërkon një gjë dhe mbaroj, dhe e dëgjove Zotin dhe ike, dhe pastaj vazhdon ti bësh gjërat në mënyrën tënde. Unë besoj që Zoti dëshiron që në çdo gjë ne të jemi të përulur dhe të dëgjueshëm ndaj tij, dhe që ai të ketë vendin e parë në zemrën tonë. Edhe pastaj është shumë e lehtë ta dëgjosh Zotin, sepse unë besoj, e di pse është e lehtë, se unë besoj që Zoti edhe më tepër dëshiron të jetë pranë nesh. Edhe më tepër se sa ne vetë ndonjëherë. Ne na marrin përpara shumë gjëra, punrat e kështu me radhë, po Zoti dëshiron më shumë që ne të qëndrojmë me ta. Kështu që patjetër që ai do të dëshiron të na flas. Ai nuk do që në një marrëdhënie lutje ne vetëm t'i kërkojmë atij kërkesa, ta bëjmë atë si llampa Aladinit, edhe pastaj të ikim, domethënë, ndërsa i kemi kërkesat e plotësuara. Ai dëshiron që ne ta dëgjojmë që ai ka për na thënë po ashtu. Edhe ai gjithmonë do ta vendosi gishtin te këto gjëra që bëhen pengesë her pas here në jetën tonë, në mbarvajtjen e gjithave gjërave të jetës përditshme. Pse? Sepse ashtu ne i shikojmë gjithmonë përmes filtrit që ne kemi vendosur në zemrën tonë. Dhe ne nuk lejojmë askush tjetër që ndërhyet dhe na japi një pikpamje tjetër. E Zoti dëshiron një zemër e nështruar, do t'japi ty një pikpamje tjetër, edhe ti do kesh një filtr tjetër, se si ti mund t'i filtrosh gjërat kur je duke folur me bashkëshortin, kur je duke folur me fëmijën, me shoqërinë tënde, kur je duke bërë gjëra, domethënë për njerëzit e tjerë, po ashtu Zoti dëshiron që edhe unë sinqerisht unë i lutem Zotit, dhe unë nuk e kam përgjigjen për çdo gjë, por të lutem Zot më ndihmo që unë të mos flas, por ti të dukesh më shumë kur unë jam duke bërë diçka. Domethënë prania jote të jetë aty, sepse e di që unë nuk i di do të gjitha. Edhe unë jam e sigurt që edhe tani unë e di që Zoti është me mua dhe ai është duke më folur, e duke më kujtuar ato gjëra që janë të nevojshme për secilin. Ndoshta thash kjo nuk është edhe aq e përgjithshme sa e thash që në fillim, sepse bëhet shumë personale pastaj. Zoti na flet neve secilit në mënyrë të veçantë. Gjeje mënyrën tënde se si Zoti të flet ty. Edhe pastaj fillo dhe bindja sa krijo hapësirë që Perëndia të flasë ty dhe mrekullitë të ndodhin në jetën tënde. Nëse ti nuk e krijon këtë hapësirë, ai është i shenjtë, edhe duhet të mbaj mend gjithmonë këtë. Perëndia ynë është i shenjtë. Ai nuk mund vi dhe të banojë brenda një zemre plot me njolla dhe mëkat. Ai do që zemra jonë të jetë plotësisht e pastër dhe nështruar, sepse ai është i tillë. Dhe pastaj kur ai vjen, ai shndron gjithçka. Kështu që le të merremi me veten tonë, me zemrën tonë. Miqtë mi, Perëndia na ofton sot të gjithëve që ta dëgjojmë zërin e tij dhe të ecim në shenjtëri drejt një marrëdhënie të gjallë me të. Shumë herë në zhurmën e përditshme, në mendimet që na pushtojnë dhe në vrapin pas punëve, harrojmë të ndalojmë, të heshtim dhe të dëgjojmë zërin e frymës së shenjtë. Perëndia na flet, por siç e tha edhe mikesha jon për ta dëgjuar, duhet të kemi një zemër të pastër, të jemi të gatshëm të bindemi, të dëgjojmë atë jo për informacion, por për transformim. Dëgjimi i zërit të Perëndisë kërkon një zemër të përulur dhe që dëshiron të eci në shenjtëri. Nuk mund ta dëgjosh zërin e tij nëse ecën vazhdimisht në mëkat, në kompromis me botën ose në mosbindje ndaj fjalës së tij. Shenjtëria duhet të jetë një mënyrë jetese për çdo besimtar, një zgjedhje e përditshme që vjen nga një dëshirë e thellë për të kënaqur Perëndinë dhe jo botën. Tek letra e parë e Pjetrit në kapitullin e parë, vargjet 15 dhe 16 na kujtojnë: por ashtu si ai që ju thirrri është i shenjtë, bëhuni edhe ju të shenjtë në gjithë sjelljen tuaj, sepse është shkruar: jini të shenjtë, sepse unë jam i shenjtë. Shenjtëria është e lidhur ngushtë me dëgjimin e zërit të Zotit, ndërsa ecën çdo ditë në bindje ndaj Perëndisë. Ai të shenjtëron, e ndërsa ecën në shenjtëri, ti bëhesh më i ndjeshëm për të dëgjuar zërin e tij. Mikesha jona kujtoi sot se Perëndia i flet shumë qartë të gjithë atyre që e kërkojnë me zemër të pastër. Miku im, sot është koha të ndalesh, të reflektosh, të pastrohesh. Perëndia po flet. Apo e dëgjon ti?